Një tjetër grup kapitull për tregun e brendshëm është çelur për Shqipërinë si hapi i radhës për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Por a është gati vendi ynë që të bëhet pjesë e BE-s? Qytetarët e Vlorës për këtë temë ndajnë mendime të ndryshme. Për shumë qytetar, vendi ynë ka bërë progres dhe meriton antarësimin në Europë. Qytetarët rendisin si progresi më të lartë atë të funksionimit të sistemit të drejtësisë, për të cilin thonë se po tregon një anë tjetër të vendit, teksa tregon gjithashtu se shtys për antarësimin janë edhe investimet infrastrukturore që janë realizuar vitet e fundit. Duke parë, duke bërë, po është bërë një punë e madhe. Është bërë punë e madhe dhe është fat i madh për Shqipërinë që të futet në BE. Mendon se do futet deri në 2030 siç është dhënë afat? Po. 100% do futet. Çfarë është përmirësuar sipas mendimit tuaj? Po sistemi gjyqësor njëherë ka marrë rrugën e mbarë. Kushdo që të mundohet ta shkri, nuk e shkrin dot. Ndërsa nëse flasim për ato që nuk janë përmirësuar, çfarë pune duhet bërë? Po duhet bërë punë më shumë, në gjitha aspektet. Por e përgjithshmja është pensionet. Kjo është. Një mrekulli, duhet kishim hyrë në Bashkimin Evropian. Përmend tani me argumento. Lungomarja, Vlora, bulevardet këtu e atje Matan. Bypassi. Sheshi Flamuri që duket ashtu, po Xhevair. Është një mrekulli që po bëhet në Vlorë. E jo vetëm Vlorë. Rruga e lumit Vlorës nuk ka të paguar, ju jeni djemë të rinj, por kemi 100 vjetë që vojmë për atë rrugë. Do të antarësohemi brenda 2030-s? 2029 jemi në Bashkimin Evropian. Do sjell të mira Bashkimin Evropian të Do sjell se s'bërë se do zhvilloj vendin për interesat e tij. Do jep për çdo zonë do ketë ashtu financime. Ka dhe gjëra ndoshta që s'janë plotësuar ende? Ka plot gjëra që nuk janë plotësuar. Por ka edhe shumë të tjerë, të cilët mendojnë krejtësisht e kundërtën, duke thënë se Shqipëria është ende larg antarësimit në BE. Sipas tyre, në Europë nuk mund të futen vendet me këtë nivel ekonomik të qytetarëve. Si sfida që duhet të përmirësohen në vazhdimsi, ata rendisin rritjen e pagave dhe pensioneve, por edhe përmirësimin e ndjeshëm të minimumit jetik. Grup kapitull për Europën, për antarësimin Bashkimin Evropian. Ku marrë vesh në ende? Mirë, një përshtypje tënde. Kemi shanse për të antarësuar Bashkimin Evropian, si e sheti? Kur? Kushe, ai gjatje? Jo, pavarësisht partive politike. Shqipëria në atë rrugë time apo në ato gjëra që ka përmbushur, ka shanse? Po tash edhe mund të ekzistojë deri në 2030 që thotë ai. Është mundësia. Nëse ti, për shembull, i ke vënë re punët e mira që janë kryer apo edhe ato që nuk janë kryer, çfarë do thoje? Janë kryer më tepër punë të mira apo ka ende për plotësuar? Ka plot për plotësuar. Për shembull, çfarë duhet plotësuar ose çfarë duhet përmirësuar? Çen to ata temon to ulje çmimeve. Ngritje e pensionit. Ka janë kryesore, se mos ngritja e pensionit është kryesorja. Do të thotë të rritet niveli ekonomik i qytetarëve. Po, të rritet niveli ekonomik i qytetarëve. Jam plotësisht dakord. Po të isha antarësuar, vajti 30 vjetë demokraci, as 35 vjetë. Pse nuk është futur Shqipëria? Qa nuk ka plotësuar? Po në është i shansi, edhe mund tjetë, po këta atë që thonë, kanë thënë para 20 vjetë që atë thonë dhe tani. Në shqicit në besoj. Po qëte rogat? Një, qëte pensionet. Ka pensionet me 70.000 lekë, ka turpën të mafë. Vete unë për të marrë pensionin atje, shikon ajo atje që ti lë 2.000 lekë që nuk. Unë shmarë pension, unë nuk ushtem do të me ato 70.000 lekë të marrë. Punë, toka, nuk ka vajtur të i zoti. Edhe se qojnë se kanë marrë vetë ata, të gjithë. Qarë mund të flaqë ma për ta? Futemi 2030 në Europë? Po, deri atëre, si i thoni, gomarja i zoti? Ekzistojnë shanse? Po, ekzistojnë si se ekzistojnë. Mund të futesh dhe më për para. A i thonë, në 2027 në thotë, do bëjmë atë kontratën me ta dhe në 2030 do futemi. Mund të futet dhe më para, se qari mungon. Në qofë se a i do ngrë pensionet, do ngrë rogat, kjo është, këtë do, po
Po nuk vajti tokat e i Zoti, nuk të fut atjaj, se tokat i ka marrë vetë këta që kanë qenë në pushtet. Ky grup kapitull parashikon një sër sfidash dhe kriteresh, të cilat vendi ynë një pjesë i ka përmbushur, ndërsa shumë të tjera pritet të shihet në vimësi se si do t'ja dalë t'i realizojë.